414.000 e 493 persona. Duke pas parasysh rezultatet e dhënave të cilat I kemi nga agjencioni tatimori, nga ATK-ja, tatimori e Kosovës, asnjëherë Kosova si ka pas të punësuar 414.493. Të dhënë sipas rezultateve të fundit, por flas për vitin 2025, 3 muajt e fundit të vitit 2025, aktualisht Kosova, aktualisht muajin mars të këtij viti, ka arrit numrin të punësuar mbi 400.559 persona. Nuk e di në çfarë baze janë bazu kjo strukturë dhe kjo metodologji të cilën e kanë nxjerrë Agjencioni Statistika të Kosovës, sepse Kosova duke marrë parasysh për shembull që kur ka bërë një krahasueshmëri rreth vitit 2023 dhe 2024, del që Kosova vetëm 2023 asnjëherë se ka kaluar mbi 400.000 të punësuar. Sa për informacion, në komunikatën e ASK-s thuhet që metodologjia është e bazuar janë të harmonizuara me rekomandimet e Eurostatit. Pra, ka një metodologji që njihet edhe nga Eurostati. Është që nuk muj unë preke gjërën faktike, nuk e preke pse merra metodologjinë e Eurostatit dhe djerë rezultatet të cilat nuk janë reale, konkrete. Konsideroni që janë reale këto shifra? Unë personalisht besoj ma shumë administratës tatimore të Kosovës, sepse kur regjistrohet një punëtor, në mënyrë automatike regjistron ATK-ja. Dhe si ka mundësi që 414.000 persona të dalin të punësuar për vitin 2024, kur vetëm vitin 2023-2024 e ki vetëm muajin korrekt 404.000 të punësuar. Vetëm për qatë muaj e ki 404.000. Në muaj të tjera e ki, domethënë, nën 400.000. Që I bjen që nëse mos me mesatarën aritmetike të thjesht, I del që vitin 2023 kanë qenë 389 punësum, tërsa vitin 2024 396. Nuk s'di ka I ka morë këto 414.000. Domethënë, për mua nuk janë shumë kredibile këto dhona. E para. E dyta, sa I përket kësaj, ajo që është për mua shqetësuese është se si ka mundësi që shkolla pjesëmarrës në fuqinë punëtore të jetë të lëvizë nga viti 2023-2024 për 3%, ndërsa shkolla pa punësisë të mos lëvizë. Sepse këta janë indikator të tregut makroekonomik kryesor të tregut të punës. Në qoftë se një indikator rritet